Pas fjalëve të mirë ndaj Mateo në Big Brother VIP Albania, familjarët e këtij të fundit kanë dalë me një reagim publik ku shprehin shqetësimin e tyre. Sipas tyre, shprehja "jashtë merremi vesh" përbën një kërcënim jo vetëm për Mateon, por edhe për familjarët e tij. Ata theksojnë se edhe pse programi ka debate dhe emocione të forta, disa kufi nuk duhet të tejkalohen. Familjarët e Mateos janë shprehur se fjalë të tilla nuk mund të konsiderohen thjesht pjesë e lojës, pasi kërcënimet dhe ofendimet mund të sjellin pasoja të paparashikueshme edhe jashtë shtëpisë. Në shumë raste, tensionet e krijuara brenda formatit mund të ndikojnë te familjarët, mbështetësit dhe njerëzit e afërt të banorëve, duke krijuar një klim frike dhe pasigurie. Ata kanë kërkuar që situata të mos minimizohet dhe që produksioni të reagojë, pasi sipas tyre, kur përmenden familjarët dhe përdoren fjalë kërcënuese, loja kalon në një nivel tjetër që nuk ka më lidhje me strategjinë apo debatin normal mes banorëve. Sipas tyre, askush nuk duhet të ndihet i rrezikuar për shkak të një formati televiziv dhe askush nuk duhet të ketë frikë për atë që mund të ndodhë jashtë. Ofendimet dhe kërcënimet mund të nxisin reagime të forta, situata të pakontrollueshme dhe përplasje që shkojnë shumë më larg sesa ajo që shihet në ekran.